Kryeministri Edi Rama ka reaguar për incidentin në darkën e shtëpisë së bardhë me gazetarët ku u qellua me armë, teksa në sallë ndodhej presidenti i SBA-s Donald Trump dhe zëvendës presidenti JD Vance. Është shqetësuese të dëgjosh lajmin për sulmin e dhunshëm të një personi të armatosur në një hotel në Washington DC gjatë një eventi presidencial me gazetar. Një sulm si ky godet lirinë dhe mënyrën tonë demokratike të jetesës kudo. E dënojmë me forcë. Ndihemi lehtësuar që POTUS dhe të gjithë të pranishmit janë shëndoshë mirë, shkruan Rama. Një sulm i armatosur ndodhej gjatë darkës së gazetarëve në Washington, ndërsa në sallë ndodhej edhe presidenti amerikan. Një person i armatosur tentoi të deportonte në ambientet e darkës së përvitshme të gazetarëve në shtëpinë e bardhë, duke qelluar me armë dhe plagosur një efektiv përpara se të neutralizojë dhe arrestoi. Ngjarja ndodhi në momentin kur ceremonia sapo kishte nisur. Sipas dëshmive, një lëvizje e pazakontë pranë hyrjeve të sallës u shoqërua me të shtëna dhe thirrje alarmi, duke detyruar të pranishmit të hidhen në tokë dhe të kërkojnë mbrojtje nën tavolina. Presidenti dhe bashkëshortja e tij Melania Trump, që ndodheshin në tavolinën kryesore, u larguan menjëherë nga agjentët e shërbimeve sekrete, të cilët ndërhyn me shpejtësi dhe në mënyrë të koordinuar. Brenda pak çastesh, salla u mbush me forca sigurie të armatosura rënd, ndërsa të ftuarit u urdhëruan të evakuohen.